Gazetari Burim Pacolli dyshohet se është sulmuar fizikisht në Prishtinë nga reperi Mosi, emri i vërtetit të cilit është Gramos Krasniqi, si dhe disa persona të tjerë. Sipas raportimeve të mediave në Kosovë, ngjarja lidhet me analizat dhe recensionet muzikore që Pacolli kishte publikuar së fundmi. Konkretisht, dyshohet se motivi i sulmit janë komentet e tij për 5 freestylat më të fortë të Meriton Mjekiqit, të trajtuara në kuadër të kritikës muzikore. Ngjarja thuhet se ka ndodhur në një bank në Prishtinë në momentin kur gazetari po kryente shërbime personale. Sipas raportimeve, ai është përballur me disa persona, mes tyre edhe reperin Mosi, të cilët dyshohet se e kanë sulmuar fizikisht. Për incidentin, ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, i cili e ka dënuar ashpër sulmin dhe ka kërkuar hetim të menjëhershëm të rastit. AGK i ka bërë thirrje policisë Kosovës që të zbardhë plotësisht ngjarjen dhe të identifikojë personat përgjegjës. Në reagimin e saj, AGK thekson se asnjë gazetar nuk duhet të sulmohet për shkak të kritikës apo raportimit, pasi këto janë të drejta të garantuara nga kushtetuta dhe ligjet në fuqi. Rasti ka ngritur shqetësime në komunitetin mediatik në Kosovë, duke rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë së gazetarëve gjatë ushtrimit të profesionit të tyre. Hetimet pritet të sqarojnë rrethanat e plota të incidentit.